Po interesant, ku i ka thirë pejgamberi ato fisët, i kanë këthim me të keq. E kjo është argumenti se pejgamberët Allahut sprovohen me lloj-lloj sprova. Nuk të vjen kërkush me trandafile më të prit, ti edhe pse banda vet, të qanë, prej xhamatit, prej njerëzve, që ashtu është natyra e armiqve. E i dërguar Allahut ka shkuj ka thirë kokat e fisëve të Taif. Lese nuk e kanë pranuar. Dy forma e kanë këthi shpinën. Një formë me fjalë më të rënda. Njëri ka thënë, ja Muhammed, mu kanë se këto fjallë që ka thuj janë të vërteta, unë shkojmë qabe, gjveshëm edhe bajt tavaf. Talli. Dhe se keqë mu talë me pejgamberin Allahut, kjo është cinik që në keqë. I dyti ka thonë, Allahu, a nuk diti me pru dhe një njeri tjetër, po ty të zgedhe ja. Dhe edhe kjo është e keqë. Ti ja, ti do me udheqa, ti do me provua. Shumë të randa. Forma e dytë është i kanë hedhë me guri. Kanë hedhë me guri, i kanë gjujë ka koka, ka fillu me u dirë gjak, Zejdi ka një mu. Do të rësmetin e thotë pejgamberi, qëfar popull janë këto që e lejojnë gjakin e pejgamberit me rënë tokë. Edhe kështu i gjujnë. Mirë për pejgamberi nuk e zga. Bile ka qenë shumë i dhimbshëm. Ata e dëbojnë hik pejgamberi, ata e dëbojnë hik, derisa nalët pejgamberi me një vend. Kur nalët me një vend, vjen Gjibrili edhe me la që e kodrave. I thot Gjibrili, ja Muhammed, Allahu e ka ndëgju dhe i ka po shka kanë bërë armiq, me si ta kanë këthy tyje, ti kiftu njerëzit ka hajri ka e mira, ata me të keq. Po dhe ishte, ja Muhammed, që ku është në disponim, i gatë që më është, me la që e kodrave, vetëm thuj ti po, i përmbysë Allahu të nësanë. Mu ka në që kishme thonë, mundësia me artë, ne i themi penalin këtë kanë qëtë me thonë golla, po, edhe ata që kanë publik, une, edhe i pja që kishtë thonë, mi po pejgamberi, ja, shumë i dhimbshëm. Me një transmetim ka thonë, Allahumma kfir li qawmi fe innahum la ya'lamun. O Zot falebe popullin tem se nuk janë dedit, nuk janë ka e di që janë turbata. Këto janë mjegëll janë. Se janë dedit se lese njeri jam i besueshëm, po dhe pejgamberi jam be. S'kam nevojë me rrejt me gënje unë ti. Çfarë prapa vije kam. Transmetim që ka thonë, jo Zot. Unë shpresoj, jo mi dënu këto. Unë shpresoj se pi këtyve njerëzve, prej kurizit këtyve, ka me dollë një brez që adhëron Allahun dhe nuk i ban shirk. Unë shpresoj pi këtyve. Një në dale. Me transmitim qeta çfarë dëmshmërie. Hinën një pemas edhe ban një dua. Prej duave shumë është e gatë. Po unë du me dëllit të poenta. Kanë, o Allah, ti e i fuqishmi të dobëve. Ti e shesë se shka duke ndodhë mes neve. Edhe prej fjallë thotë, o Zot, nëse ti nuk je i zemëruar dhe i dhuruar me mua, mu fare nuk e kam gale, pse më kanë hedhë gurë dhe më kanë shajtë. Që kjo du të me thonë që të kush për neve. O Zot, inshallah, ti nuk je i dhuruar me mua e me familjen tem, me shokët e mi, me punën teme, me projekte e mira. Se për që tërsen, fare nuk më nudhë, pse kam fukarallëk, pse më gjujnë me gurzi, pse më shajnë, pse më akuzojnë, pse s'kam përparim dunjas, fare. Inshallah ti, edhe në të me bëkit dalë. O Zot, inshallah Allah nuk është i dhru me neve. Shka duke ndohë këto të lashat, nuk i ndihmojmë i vlezëve në Palestinë, e këtu muslimanve këtu, e shka duke ndohë lanena, është fut në burg, bigaj rihak pa faj, na rrimi, eshmi, kshimi, na edhe interesat, du të o Zot, inshallah nuk e i dhurua. A mu kanë Allah i knasht, për qertë fare, këtë fjale ka thani dërruat. E pas ta hecë, deri sa të kohët me një vnesht, apo si thoni jo, aty bache me ushqim, duke ndet një fes prej fisëve, duke të regu dhe mshmëri, i thot, me sa duke kanë i lodhur kë njeri. Afroje një kalevesh me rush. Edhe ta nuk e di se kush është ky njeri. Kur e afrojnë, i dërguar Allah të banë, bismillah, në emër të Allahut. Njëri pjaki thot, kjo të bani farfolmure, një farshpreje kulture, që pejgamberi jon, Yunusi a.s. e ka ba. I dërguar Allah të dëgjon, thot, Yunusi është vlajen, si vlajat. Po thot, na pejgamberi na vlazë.